Inaktiviteti i punësimit i referohet pjesës së popullsisë në moshë pune që nuk është as e punësuar dhe as në kërkim aktiv të një pune. Ky inaktivitet mund të sjellë arsye të ndryshme. Përfshin njerëz që nuk janë të gatshëm të fillojnë punë brenda një periudhe, janë student, janë të paaftë për punë për shkaqe shëndetësore, ose nuk kanë mundësi të jenë pjesë e tregut të punës për arsye personale, familjare ose sociale. Të dhënat e Institutit të Statistikave për shkallën e inaktivitetit të punësimit sipas qarqeve tregojnë se vendi përballet ende me sfida të theksuara në aktivizimin e popullsisë në moshë pune, ndërsa zonat periferike dhe bregdetare shfaqin prirje të ndryshme. Me 42.1% Lezhë rezulton qarku me shkallën më të lartë të inaktivitetit në Shqipëri. Ky nivel i lartë lidhet shpesh me faktorë si sezonaliteti i punës, migrimi i të rinjve jashtë vendit, si dhe mungesa e industrive të qëndrueshme që krijojnë mundësi pune gjatë gjithë vitit. Edhe qarqet më të zhvilluara si Tirana dhe Vlora paraqesin nivele të larta inaktiviteti me përkatësisht 39.5% dhe 40.9%. Në kryeqytet, përkundër ofertës së lartë të vendeve të punës, fenomeni lidhet me përqindjen e lartë të studentëve, punësimin jo formal, zgjerimin e sektorit të shërbimeve dhe angazhimin e popullsisë në aktivitete të pjesshme. Flonjatët nga ana tjetër përballen me të njëjtat sfida sezonale si qytetet turistike të jugut. Shkodra qëndron gjithashtu në zonën me inaktivitet të lartë me 38.9%, një tregues që reflekton vështirësitë e vazhdueshme të tregut të punës, sidomos në zonat rurale. Ndërkohë Elbasani dhe Korça, të dyja me 34.6%, vijojnë të kenë një shkallë të lartë inaktiviteti, ku ndikojnë largimet jashtë vendit dhe një treg pune jo shumë i diversifikuar. Fieri, Berati, Durrësi, Dibra dhe Gjirokastra qëndrojnë në nivele të mesme, me sfida që lidhen me zhvillimin ekonomik të paparabartë dhe mosgjallërimin e industrive prodhuese. Në kontrast të plot me pjesën tjetër të territorit, Kuksi shfaq rezultatin më pozitiv me vetëm 22.3% inaktivitet punësimi. Ky tregues përbën një diferencë të madhe krahasuar me mesatarën kombëtare. Analizat e të dhënave të vitit 2024 vënë në dukje qartë se dispozitat e tregut të punës ndryshojnë ndjeshëm midis qarqeve.